Patrice Lumumba, njeriu që e donte lirin, por u vra për te. Mirë se vini. Sot do të flasim për një njeri që shumë njerëz nuk e njohin, por historia e tij na detyron të bëjmë një pyetje të rëndësishme. Pse disa njerëz që luftojnë për lirin përfundojnë të vrarë? Kjo është historia e Patrice Lumumbës. Për shumë vite Kongo ishte në sundimin kolonial belg. Ishte një vend jashtëzakonisht i pasur, me minerale si bakri, diamanti, ari dhe uraniumi. Por ndërsa toka ishte e pasur, shumica e popullit jetonte në varfëri. Pasuritë e vendit përfitonin kryesisht fuqitë koloniale dhe kompanitë të huaja. Lumumba besonte se kjo duhet të ndryshojë. Ai e ndërronte një Kongo të lirë, ku populli të vendoste vetë për të armën dhe pasuritë e tij. Në vitin 1960, Kongo fitoi pavarësinë. Patrice Lumumba u bë kryeministri i parë i vendit. Gjatë ceremonisë së pavarësisë, ai mbajti një fjalim që tronditi botën. Ndërsa të tjerët falenderonin Belgjikën, Lumumba foli për vuajtjet, padrejtësitë dhe poshtrimet që populli i Kongos kishte përjetuar gjatë kolonializmit. Ai kërkonte liri të vërtetë, jo vetëm ndryshimin e flamurit, por lirinë që një popull të vendos vetë për fatin e tij. Por pikërisht këtu filloi problemi. Në atë kohë ishte lufta e ftohtë. Shtetet e Bashkuara kishin frikë se Lumumba mund të afronte Kongon me Bashkimin Sovjetik. Nga ana tjetër, Belgjika nuk donte të humbiste ndikimin dhe interesat e saj ekonomike në një vend kaq të pasur me burime natyrore. Dokumente historike tregojnë se si zhvilloi plane për të eliminuar Lumumbën. Po ashtu hetime dhe dokumente belge ka treguar se zyrtarët belg u përfshinë në ngjarje që quhen arrestimin dhe vrasjen e tij. Me 17 janar 1961, Patrice Lumumba u ekzekutua në Katanga, por tragjedia nuk mbaroi me kaq. Për të zhdukur çdo provë, trupi i tij u zhvarros, u coptua dhe u tret në acid nga persona belg të përfshirë në operacion. Acidi sulfurik është një lëng kimik shumë i fortë, ai përdoret ndër të tjerat edhe për bateritë e makinave. Në përqendrim të lartë, ai mund të shpërbejë materiale organike. Pikërisht ky acid u përdor për të shtukur trupin e Patrice Lumumbës pas vrasjes së tij. Për shumë vite familja e tij nuk kishte asnjë varr ku të çante. Por kjo histori nuk flet vetëm për Kongon. Ajo na detyron të pyesim: çfarë është liria? A është vetëm të largosh një flamur dhe të vendosësh një tjetër? Apo liria do të thotë që një popull ka të drejtë të vendosë vetë për pasuritë dhe të armën e fatit e tij? Historia e Lumumbës na kujton se politika nuk udhëhiqet gjithmonë nga drejtësia. Shpesh ajo udhëhiqet nga frika, interesat dhe pushteti. Por historia na mëson edhe diçka tjetër. Mund të vrasësh një njeri, mund të përpiqesh të zhdukësh trupin e tij, por nuk mund të zhdukësh idetë e tij. Idetë nuk treten në acid. Prandaj Patrice Lumumba vazhdon të kujtohet edhe sot si simbol i lirisë, dinjitetit dhe pavarësisë. Ndoshta kjo është arsyeja pse historia e tij vazhdon të jetojë, sepse nuk flet vetëm për Afrikën, nuk flet vetëm për politikën, ajo flet për një pyetje që vlen për çdo brez. Sa kushton liria dhe kush është i gatshëm të paguajë atë çmim? Faleminderit që më dëgjuat. Nëse ju pëlqeu kjo video, pëlqejeni, abonoheni dhe ndajeni me të tjerët, sepse vetëm duke kuptuar historinë mund ta kuptojmë më mirë edhe njeriu.